Moment historik për Shqipërinë, por vendi duhet të ruajë dinamikën pozitive edhe në punën për kapitujt e mbetur. Ky është mesazhi i ambasadës së Gjermanisë në Tiranë pas mbylljes së përkohshme të kapitujve 25, 26 dhe 30 në negociatat me Bashkimin Evropian. Ne vlerësojmë përpjekjet e ndërmarra nga autoritetet shqiptare për të arritur këtë moment historik dhe inkurajojmë ato të ruajnë këtë dinamik pozitive gjatë punës së mëtejshme për kapitujt e mbetur. Kemi besimin se Shqipëria do të ndërtojë mbi këtë progres, do të vazhdojë kursin e saj të reformave me të njëjtën vendosmëri dhe do të arrijë rezultate konkrete dhe të qëndrueshme edhe në fundin e themeloreve. Përfaqësia diplomatike e Gjermane thekson se përmbyllja e këtyre kapitujve dëshmon gatishmërinë e Shqipërisë për të përafruar me politikat kryesore të Bashkimit Evropian. Kjo tregon gatishmërinë e Shqipërisë për të integruar në fushat kryesore të politikave të BE-s, për të thelluar bashkëpunimin në kërkimin shkencor dhe inovacion, për të promovuar marrëdhënie më të ngushta arsimore dhe kulturore dhe për të kontribuar në forcimin e sigurisë ekonomike të BE-s. Gjermania kërkon vijimin e reformave dhe rezultatet e prekshme të qëndrueshme, veçanërisht në fushën e çështjeve themelore, ndërsa rikonfirmon mbështetjen për rrugën evropiane të Shqipërisë. Konfirmojmë mbështetjen tonë në perspektivën evropiane të Shqipërisë dhe presim përparim të mëtejshëm në procesin e pranimit bazuar në arritjet e veta dhe përmbushjen e kritereve të dakordsuara. Zyra e Bashkimit Evropian në Tiranë ndërkohë përcolli mesazhin e komisioneres Kos pas mbylljes së 3 kapitujve të parë të negociatave dhe kërkoi që Shqipëria të ruajë këtë ritëm e të intensifikojë reformat, veçanërisht në forcimin e shtetit të së drejtës dhe në luftën kundër korrupsionit, duke vazhduar punën me transparencë, përgjegjshmëri dhe në mënyrë gjithëspërfshirëse.